pikë përkrahet nga Prishtina Ticket. Mirëmbrëma, sonte edicioni i Pikës fillon pak më ndryshe me një panel të zgjedhur miq dhe me një temë dhe me një strukturë të rrëfimit ndryshe. Flasim shqip për Bashkimin Evropian, kemi mysafirët Lura Pollozhani nga e Majta, e cila në këtë rast do të përfaqësoj Maqedoninë e Veriut, ndonëse është edhe kosovare, vjen nga Vjena në Prishtinë së fundmi, Iliriana Gjoni, e cila është nga Ulqini, por vjen nga Brukseli, drejt për drejti, nga Carnegie Europe, pos që është e interesuar dhe dedikuar politikës së integrimit, është edhe pianiste e arritur. Ardian Hackaj, nga Tirana, drejtori i CDI-s, ekonomist, njeri i cili e njeh edhe Kosovën duke qenë në vitet e pas luftës në misionin ndërkombëtar këtu në Mik. Mirë se erdhët. Mirë se gjithë. Po fillojmë të flasim shqip për BE-n, sepse kemi 4 trajektore të ndryshme. Fati më dha mu që ta drejtoj këtë emision si kosovari, cili përfaqëson vendin që nuk është as shtet kandidat, rrjedhimisht do të flisni ju shumë më tepër se sa që do të flas unë. Do t'ja fillojmë me Ilirianën. Iliriana, Mali i Zi, ekziston një konsenzus pothuajse i përbashkët në Bashkimin Evropian, në shtetet anëtare dhe në Mal të Zi, se Mali i Zi duhet jetë shtet anëtar në vitin 2028, gjithsesi të përmbush, të përfundojë negociatat deri në vitin 2028 dhe të jetë e gatshëm pastaj për ratifikim në shtetet anëtare. Shtytja më e madhe ka të bëjë me Ukrainën, ka të bëjë me faktin që duhet ketë një storje suksesi. Nëse hyn Mali i Zi njeri skënar, a do të qelë më tutje rrugë për shtetet tjera, apo aty mbyllet dera, së bashku me Islandën. Edhe anasjelltas skenari alternativ, nëse Mali i Zi nuk hyn sepse vitin e ardhshëm ndodhin zgjedhjet dhe humbet konsensusi brenda shoqërisë malazeze dhe në krye të Malit të Zi e vetmja figurë e dukshme bëhet vojvoda Çetnik Mandić, a mund të hyjë Mali i Zi në këtë trajektore të Bashkimit Evropian? Atëherë në radhë parë, unë do të them që do doja të ishte kaq fakti kryer hyrja e Malit të Zi në BE. Në fakt në Bruksel, vullneti i mirë duket më së shumti nga ana e Komisionit Evropian, i cili ka dhënë shpesh propozimet goxha guximtare për aktorët politikë të cilët veprojnë në çështjen e zgjerimit, qoftë në Bruksel, qoftë në shtetet anëtare, mirë po her pas here kemi atë reality check, apo na vijnë disa përgjigje të tjera, ndoshta sidomos nga Këshilli, ku janë të përfaqësuar të gjithë shtetet, dhe aty pastaj duket që nuk është aq një zëri dhe aq e qartë akoma që Mali i Zi duhet të jetë ai shteti i cili do jetë antar i ardhshëm. Mirë po, do të cekur, momentum i mirë për Malin e Zi ekziston, duket edhe me faktin që tani u bë dhe ky grupi për shkrimin e traktatit të aderimit, lajm që ka qenë tejet pozitiv dhe si një lloj lirimi i atij ngërçet që nuk po lëvizte asnjë gjë, dhe nëse Mali i Zi vazhdon të punojë mirë dhe nëse bëhet një lobim, sidomos tek shtetet anëtare në periudhën e ardhshme, gjasat janë që kjo edhe mund të ndodhi, sidomos nëse Mali i Zi bashkohet në një kartë me Islandën. Pastaj, nëse Mali i Zi vërtet arrin këtë cak, së pari do jetë një sukses i madh për BE-n, i cili ka shumë vite, kemi mbi 13 vite që nuk kemi pasur, që nga Kroacia nuk kemi pasur atë provën që Unioni Evropian vërtet ka fuqi transformuese në afërsitë të vet, dhe së pari do ishte lajm i mirë për Brukselin. Pastaj, unë besoj që
nuk do jetë më thjesht për shtetet tjera që tynë, mirë po ndoshta skepticizmi apo zërat të cilët vënë në dyshim atë vullnetin e mirë nga ana e Unionit Evropian në rajon do të ulen më mbrapa dhe ndoshta do vinë më në pah ata cilët e shohin këtë proces si një proces të besueshëm dhe i cili vërtet mund të sjellë në pozitën e një antari kandidat. Në gjendjen e sotme dhe pritet, domethënë lajmet nga Bashkimi Evropian dhe nga Ukraina janë që Ukraina nuk ka gjasa shumë të mëdha me atë elanin fillestar për të qenë antar. Dhe kjo ishte shtytja e parë për të shtyr tutje Malin e Zi, Shqipërinë, gjitha vendet tjera pasuese. Pra, nëse zëvendësohet integrimi i Ukrainës me masa të tjera, lehtësuese të tjera, kjo do të thotë që do të shtyhet presioni gjithnjë më shumë që Mali i Zi të jetë. Pra, duket se më shumë i konvenon Komisionit hyrja Malit të Zi sesa edhe vetë malazezëve. Nuk e di çfarë them, numrat akoma janë goxha të mira edhe nga ana e shoqërisë malazeze, megjithatë kemi vënë re një rënje të përkrahja e projektit të hyrjes në Unionin Evropian edhe te shoqëria malazeze, megjithatë e besoj që pa marrë parasysh të gjitha problemeve të brendshme, ai që është qëllimi madhor i aktorëve kryesor politik në shtetin malazez tani është ky fakt. Dhe kapaciteti institucional po ashtu. Kapaciteti institucional ka problemet e veta. Mali i Zi është një vend i vogël që ka përjetuar një ndryshim politik këto vitet e fundit, memoria institucionale, sidomos kur flas domethënë me personat relevant tek direktoratet e ndryshme, sidomos për shembull së fundmi kam folur me ata të klimës, duket që ka mangësi domethënë në mënyrën se si po trajtohen. Duhet të kemi një punë me kapacitetet njerëzore, burimet njerëzore duhet të forcohen shumë. Aty, kur të flasim për Shqipërinë, do të kemi mundësinë të themi që Shqipëria ka një agjilitet shumë më të madh nga ana administrative. Mirë po, shoqëria vetë, shoqëria malazeze duke qenë një vend më i vogël, duke pasur edhe një lloj kontrolli social, dhe këtë them edhe nga perspektiva ime personale, kur kam lëvizur nga një vend i vogël siç është Mali i Zi qoftë edhe në Shqipëri, ti e vëre që ekziston një liri më e madhe, dhe normalisht ajo liri vjen ndonjëherë edhe me probleme më të mëdha. Kështu që Mali i Zi e besoj disa gjëra i realizon nga fakti që është një vend i vogël dhe me këtë sy shihet edhe nga BE-ja, që ky është një net zero enlargement, domethënë që do t'i kushtoj qytetarit evropian rreth 20 eurocent në vit, asnjë gjë domethënë edhe që probleme që mund sjelli Mali i Zi, duke qenë se për momentin, sa do kompleks që është raporti ndërmjet kompsive të ndryshme brenda tij, prapse po menaxhohen në një mënyrë stabile, le të themi. Që do të thotë me ritmin e tanishëm, mund ndodhë që shoqëria e parë shqiptare që hyn në Bashkimin Evropian, po përjashtojmë njerëzit që kanë shkuar e jetojnë në Bashkimin Evropian nga hapësira shqiptare në Ballkan Perëndimor, shoqëria e parë shqiptare që hyn në Bashkimin Evropian do të jetë ajo e Malit të Zi. Me shumë gjasa, edhe në fakt, në jetën time ti je pjesëtare një popull minoritet nuk ka qenë asnjëherë një avantazh, mirë po tani duke qenë shqiptare Malit të Zi, jo vetëm për faktin që punoj në Carnegie Europe, por edhe për faktin që jam pjesë e këtij komuniteti, shumë herë jam personi i parë në Bruksel të cilin do ta kontaktojnë për të folë për problematikën e të dy shteteve. Dhe po kthehet domethënë të qenit pakic, po kthehet në një lloj avantazhi, të qeni shqiptar në këtë proces të zgjerimit në Bruksel. Desha të kaloj të Ardiani, po kaloj të Lura, fillimisht sepse në vitin 2001, pas konfliktit të armatosur, pas luftës në Maqedoni, pas marrëveshjes së Ohrit, unë kam qenë i përfshirë pak në arritjen e paqes atëherë. Javier Solana, i cili ishte shefi i parë i diplomacisë së Bashkimit Evropian, pat insistuar që çfarëdo që të jenë rrethanat, gjeopolitikisht do duhej futur sa më shpejt Maqedonia, aso kohë Republika Maqedonisë, tash Maqedonia e Veriut, në Bashkimin Evropian. Edhe ai ishte shtytësi më i madh dhe aso kohë mendoja që do dilte se shoqëria e parë shqiptare e cila po hyn në Bashkimin Evropian nga ky region do të ishin shqiptarët e Maqedonisë. Dhe
përkundër vullnetit të mirë, marrëveshje stabilizim asociimit, çeljes së negociatave si shtet kandidat, Maqedonia e Veriut është këtu, ku është. Kjo do thotë se hapi i ardhshëm në proces negociim nuk do të thotë një garancë se ky hap do të përmbyllet me antarësim. Si reflektohet kjo për shoqërinë shqiptare në Maqedoni? Mendoj që fakti që 2001 lidhet edhe me rrugtimin e Bashkimit Evropian është... Kjo vjetë çerek shekulli tash për... Po, ashtu është. Po fakti që janë të lidhura këto të dyja bashk është sepse mendoj që edhe Solana atëherë ka kuptuar shumë mirë që kohezioni social në Maqedoni i duhet një vizion tjetër. Edhe ai vizion ishte në atë kohë Bashkimi Evropian. Qeveria pas marrëveshjes të Ohrit e mori shumë seriozisht aderimin në Bashkimin Evropian, edhe pastaj patëm zgjedhjet e vitit 2006, ku kandidoi për kryeministre atëherë Radmila Shekerinska, edhe për mua aty kemi pasur një kthesë shumë të madhe, sepse e kemi pasur mundësinë të kemi edhe kryeministren e parë femër, po edhe mendoj që do kishim vazhduar në trajektorin drejt Bashkimit Evropian, po atëherë ndryshoi qeveria erdhi më mëron të pëmëneja, me një platformë shumë nacionaliste si reagim me gjithë reformave që ishin bërë në favor të integrimit të shqiptarëve në shoqëri, mes tjerash, që po ashtu shiheshin si të kushtzuara nga Bashkimi Evropian. Kështu që shumë shpesh, sidomos tek maqedonasit, në Maqedoni, Bashkimi Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë parë si partner i shqiptarëve, sepse ata, domethënë, aderimi në Bashkimin Evropian ka pasur dhe domethënien e integrimit të shqiptarëve si aspekti të drejtave të njerëzit, të drejtave të komuniteteve jo shumicë e tjerë. Por Maqedonia fatkeqësisht është bërë ky rasti i keq i rajonit, ku gjithkohon e kemi këtë ndonjëherë them jemi bërë kështu multipolar në personalitet, sepse ndonjëherë ecim përpara dhe pastaj shkojmë prapë mbrapa. Ka pasur dy momente shumë kyçe për Maqedoninë mbas 2001-shit. Njëra është samiti 2008-s, ku i thuhet jo për bashkim për aderim edhe në NATO, edhe në pastaj rrjedhimisht edhe në BE. Për shkak të emrit, po. Edhe pastaj është 2019, ku Franca thot jo, mbasi Maqedonia vendos të ndryshojë emrin, bëhet referendumi, po ashtu shifet që rruga drejt NATO-s u hap gjithashtu, sepse në 2020 oficialisht hym, po BE-ja prap tha jo. Unë atko kam qenë pjesë e qeverisë, kam punuar në qeveri, edhe mbaj mend se si, domethënë, e gjithë administrata ishte një qetësi mbas asaj jos franceze, sepse kishte një shpresë, po gjithashtu bën edhe sakrifica me ndryshimin e emrit, domethënë një sakrificë madhe nga ana leadershipit të kohës, edhe një sakrificë që u pa disi si marrëveshja e Ohrit në sytë e qytetarëve Maqedonas vis-a-vis identitetit të tyre. Kështu që si rezultat BE-ja në aspektin e politikës domestike është bërë e asociuar me disa sakrifica jo shumë të rehatshme, që në fund nuk po sjellin as rezultate. Që i bjetë që relevanca geopolitike, nëse filloj me Malin e Zi, Mali i Zi ka pas relevancë geopolitike për shkak të Ukrainës, Maqedonia e Veriut kishte relevancë geopolitike aso kohë në vitin 2001, por këte ka humbë ka qerek shekulli, ka kalu në i gjo relevancë geopolitike, pra je relevant nëse je problem, potencial, edhe Maqedonia nuk është, Maqedonia e Veriut nuk është, që në sjell të Shqipëria, e cila problemet më të madh geopolitik e ka pas në shekullin 21, ka pas me ballismorinën në stadionin e Beogradit. Më thonë, kjo ka qenë problemi më i madh dhe dy palësh që ka pas Shqipëria me shtetet e regionit, e me gjithat në këtë qerek shekulli, Shqipëria është fut në një thes, në një grup i quajtur Ballkani Perëndimor. Britanikët e kanë një emër shumë të bukur, Eastern Adriatic, Adriatiku lindor, por Ballkani Perëndimor nënkupton që ekzistojnë disa probleme të ndërsjella, ndërkohë që Shqipëria s'ka kurfar probleme me asnjërin prej fëmijëve. është një nga pikët që më ka habit në fillim fare se kuptoja, sepse Shqipëria vihej në të njëjtin grup me vendet e ish Jugosllavisë. Ne kemi pas të njëjtat problematika, domethënë me bashkëpunimin me fqinjet,
Diçka tjetër që më të rikte vëmendjen ishte roli i ndërmarrjeve publike në ekonomi. Ne s'kemi pas ndërmarrje publike sepse i shkatërruam gjitha në 97-ën. Kështu që nuk e kuptoja derisa më në fund. Edhe institucionet me ndërmarrjet me Fatkeqësisht, po do vim edhe ke institucionet sepse kjo përcakton edhe piknisjen nga është nisur Shqipëria për të arritur deri këtu ku është, ku së bashku me Malnezi, tash ju jeni çik më përpara që është e mrekullueshme. Edhe shpresoj që në 2028-2029, domethënë të jemi të paktën të dyja vendet, të dyja të jenë në Bashkimin Evropian. Po kjo tregon sepse Shqipëria, nga është nisur Shqipëria, nga një vend që ka qenë i super izoluar, nga një vend që ka pasur një shkatrim total të institucioneve, edhe të strukturës gati socioekonomike, po ekonomike, po se po në 97-ën, nga një imazh shumë problematik fillestar në Europë, nga një pothuajse komplet pa përvojë me ekonominë private. Domethënë, kur shikon pikën, kur kthen kokën brava dhe shikon nga kemi ardhur, është me të vërtetë dinamika dhe akselerimi i ndryshimit në Shqipëri janë radikale. Nuk ka ndodhur në një vend. Ilustrimi i fundit është hapja 33 kapitujve brenda një viti e pak. Nuk ka ndodhur prapë. Ajo tregon për një kapacitet negociator. Kjo domosdoshmërisht kapacitet implementues. Sakt. Domethënë ne kemi pasur një ekipin negociator që për momentin ka lënë përshtypje të mrekullueshme në Bruksel. Edhe këtu do doja të citoja edhe Liriano kur tha që administrata e Shqipërisë është shumë agjile. Edhe është e vërtetë, domethënë administrata jonë është shumë agjile. Por duke qenë se ne jemi, edhe ju e thatë me tërmend, domethënë pse vend ballkanik, ne në fakt unë kam qejf të them vend mesdetar. Kemi, domethënë është pak... Edhe Kosova është mesetare, do të ketë lojra mesetare. Në vitin 2030. Edhe portin pak nga pak, në qoftë se gjithçka shkon rregull, port me zë, një nga portet ose të paktën një nga kalatat e portit të ri, kurdo që të bëhet në Shqipëri. Por ajo që dua të them në këtë rast është që piknisja e Shqipërisë shumë mbrapa, ne jemi nis një xhiro mbrapa gjitha vendeve tjera të rajonit. Ka pasur një qasje ndaj Shqipërisë që ka qenë paksa, do thosha, jo e përshtatur si duhet me karakteristikat e vendit, por nga ana tjetër ajo që ka qenë e habitshme, po që mund të shpjegohet, ka qenë pasioni dhe vendosmëria e popullit, po edhe politikanëve në shumë raste, për t'u ofruar gati me çdo kosto objektivit të antarësisë në Bashkimin Evropian. Do se duhet thënë këtë kanë bërë nëpërmjet të checkingut në aeroporte, jo domosdoshmërisht me reformat në... kemi më shumë njerëz që shkojnë në Evropë dhe jetojnë atje, sesa që kemi njerëz që transformojnë shtetin për të hyrë në Bashkimin Evropian. Edhe për mua kjo tregon, duke marrë gjithmonë anën pozitive, kjo tregon vitalitetin e shqiptarëve. Domethënë, ka dy mënyra për të ndryshuar jetën, ndryshojnë institucionet në vendin tim, ose ndryshoj jetën time duke u bashkuar institucioneve të vendit ku unë dëshiroj të jetoj, jo vetëm për një rrogë më të mirë, po për një shëndet më të mirë, për një karrierë personale më të mirë, profesionale më të mirë. Dhe kjo i vjen shoqëritë tona edhe po e përfshi edhe Kosovën aty, sepse Kosova me këtë trend të shpopullzimit të vet ka gjasa dhe me shkuarjen e njerëzve në Bashkimin Evropian për këtë arsye. Ka gjasa që në vitin 2030-2031 të kthehet te numri i banorëve që ka pas në vitin 1971. Dhe ky është indikatori më i madh i garës integruese në Bashkimin Evropian. A do ta bësh me këmbë apo bësh me votë? Apo me votë. E vërtetë është, ndonjëherë neve themi që populli po shkon drejt BE-s, ndërsa elitat politike, domethënë, nuk po arrin të integrohen. Ndoshta është edhe ky një nga këto idete që si mund përkthehet edhe ky integrimi gradual që ka dalë tashti së fundmi, ndarja në shtresa. Por ajo që duhet të them dhe duhet ta përfundoj pak në këtë ndërhyrje të parë është që Shqipëria gjithmonë habit. Shqipëria habit me ekstremet e kësaj, habit nga një vend super problematik, në një vend që deri para 3-4 muajve ishte domethënë subjekt admirimi nga do që shkoje, bile edhe ne vetë habiteshim, qa po ndodh në Shqipëri që neve që jemi në Tiranë nuk e dim që po ndodh. Siç ndodh për mirë, tash ndodh edhe domethënë me disa sfidat. Besoj, shpresoj që ajo që është shumë e rëndësishme është që është sistemike, është që ndërgjegjësimi i popullatës është gjithmonë më i madh për rolin dhe avantazhet që ka Bashkimi Evropian.
Pika tjetër është që segmentet caktuara të vendit po e kuptojnë që sa më tepër i afrohemi Bashkimit Evropian, aq më tepër duhet i bindemi rregullave të Bashkimit Evropian. Kjo mund të krijojë disa momente pikpyetje frenimi për këto grupet shumë të vogla njerëzish, por masa dërmuese e popullatës, qofshin ato brenda, qoftë edhe diaspora, domethënë e ka caktuar rrugën e vet. Çdo mend se ekziston, do thotë në të gjitha sondazhet e të gjitha shoqërive shqiptare, integrimi në BE është shumë i lartë. Etnikisht shqiptarët janë më pro-evropianët sot, besoj, në bazë të këtyre matjeve. Për Ballkan Perëndimor e mund të ketë edhe për vendet të tjera. Por kjo jo domosdoshmërisht përkthehet në politika transformuese që çojnë aty. Edhe pyetja e cila, domethënë, Shqipëria nga po të ishim ulur vitin e kaluar këso kohe për të bërë këtë bisedë, bisedën do ta fillonim me Iliriana dhe Ardian, Shqipëria dhe Malizi dhe Shqipëria janë gati për të hyrë në Bashkimin Evropian për 1 apo 2 vjet, domethënë për të përmbyllur negociatat. Kjo bisedë ka filluar me Iliriana, Malizi po fillon dhe Ardian ti do të presësh pak. Ti do të presësh ndonjë ditë. Jo, Ardian duhet më shpejtu pak pse po vonohesh. Po këto vonesat, siç e pam se prandaj edhe përmenda Lurën, ti mund të jesh krejtësisht i determinuar dhe domethënë ti mund të mendosh në vitin 2001 në Maqedoninë e Veriut njerëzit kanë menduar që brenda 10 vjetësh ky proces përfundon. Në mos jo ka pas njerëz që kanë menduar edhe Solana mes tjerash kanë menduar që ndoshta Maqedonia me Kroacinë të hynë bashkë në Bashkimin Evropian. Kështu që këto kthesat historike njëherë kur ta merr kthesën, nuk di ku është si në autostradë, kur e gabon rrugën edhe pastaj duhet ta rigjesh. Po pyetja të cilën unë duhet ta bëj ty është Shqipëria ka treguar indikacione të gjeopolitike shumë të gjëra, domethënë prej kryeministrit që shkon në tubimin e të djathtës së skajshme në Jeruzalem, tako edhe është në miqësinë e Milorad Dodikut atje dhe të figurave të njëjtit ndriçim, ta quajmë ashtu. Dhe është me në takimin tjetër me Pedro Sanchezin që përfaqëson një linjë krejtësisht tjetër. Politika, afërsia e kryeministit Rama me president ose afërsia e dëshiruar me presidentin Trump, po ashtu është e shënueshme. Një pjesë e parave që nxisin bumin ekonomik në Shqipëri kanë përardhje prej parave të trafiqeve, përfshirë trafikun ndërkombëtar të drogës, ku grupet kriminale të Shqipërisë apo të shqiptarëve kanë rangim të lartë ndërkombëtar. Në këso kushte kur i ke të gjitha, kur merresh me të gjitha, kur nuk ke ndonjë përparësi, pse i duhet Shqipërisë Bashkimi Evropian? A mund të jetoj edhe 25 vjet kështu të pres, sepse gjithmonë mund të kthehemi edhe të themi Shqipëria i ka pas institucione të shkatruara, kemi filluar nga hiçi, pra edhe janë 25 vjet tjera mund të kalojmë kështu, duke ndërtuar një shtet i cili po zhvillohet në mënyrë dramatike. Domethënë Shqipëria çdo mend ka pas një transformim të jashtëzakonshëm ekonomik. Nuk besoj që Shqipëria mund të pres gjatë. Të paktën jo është shoqëria shqiptare. Shqipëria ka qenë edhe ka për të ngelur. Njerëzit ndryshojnë, shoqëria ndryshon. Personalisht për mua gjëja më e rëndësishme në shtytjen që shqiptarët e Shqipërisë kanë për të shkuar drejt BE-s nuk është a ka për të qenë kryeministri shqiptar, ka për të pasur drejtën e vetos apo të votës në Këshillin e Ministrave, apo do kemi në komisioner, apo domethënë në çfarë forumi do paraqitemi neve ose politikanët tanë. Kjo është diçka sekondare për qytetarët dhe për mua në fakt nuk ka rëndësi. Ajo që për qytetarët dhe personalisht për mua është super rëndësishme, është pjesëmarrja aktive si barabartë me europianët
në institucionet europiane. Në qoftë se ne në Shqipëri do kemi të njëjtët standardet kontrollit ushqimor siç i kanë në Europë, të njëjtët standardet të drejtësisë siç janë në Europë, të njëjtat standardet qarkullimit rrugor siç janë në Europë, shëndetësore, arsimore, domethënë në qoftë se në Shqipëri ne do të kemi institucionet europiane të instaluara, atëherë Shqipëria fare mirë mund të jetë edhe si Zvicra. Pjesë e zonës ekonomike europiane, pse jo? Domethënë Zvicra ka marrë vendim, Norvegjia ka marrë vendim, që atyre asaj shoqëri i përshtatet më mirë të ndaloj këtu, ose Islanda deri para pak kohë. Pika tjetër është që po e them më tepër për shkak të bisedës, për shkak të argumentimit teorik. Nga ana tjetër, meqenëse Shqipëria është e alinjuar 100% politikën e jashtme të sigurisë të BE-s, atëherë nuk ka arsye pse të ndalojmë këtu, domethënë duhet bëhemi anëtar me të njëjtët të drejta. Po për të nënvizuar arsyen kryesore pse neve na duhet BE-ja është që ne po provojmë shumë vështirësi për të ndërtuar institucionet tona. Edhe na marri shumë kohë. Kështu që nga një herë të bie domethënë si më shkurt, si më kollaj, sepse prapa andej bie rruga që institucionet, ligjet e BE-s, rregullat e BE-s, procedurat e BE-s, standardet të aplikohen edhe domethënë kjo nënkupton edhe antarësimin tonë drejt BE-s. Shqiptarët kërkojnë rregullat e BE-s kudo që ndodhen. Po nuk është se nuk i keni rregullat e BE-s. Për shembull, një rregull e cila besoj është ndarë me gjitha shtetet e BE-s është që një politikan i cili merret me korrupsion duhet të ballafaqohet me sundimin e ligjit. Zonja Balluku është shndruar në sinonim për Shqipërinë në bisedat e Bashkimit Evropian. Pra, ato që ka ndëgjojmë për shteteve antare, Holanda, Franca, Gjermania, është se Shqipëria nuk e përmbush i barë, nuk mund të shkoj tutje, nëse nuk dëshmon qartazi se disa prej njerëzve janë më të paprekshëm se të tjerët. Është e vërtet, por domethënë kjo tregon fakt një farë edhe mënyrën se si Europa i trajton, Bashkimi Evropian i trajton disa raste. Në vlerësimin tim, unë ndaj, domethënë me juve 100% atë idenë që domethënë qoftë je diku në ndryshim si politikan, domethënë duhet lësh drejtsinë bësh punën vetë, të kesh elegancën që ti hapësh rrugë drejtësisë edhe hap krahun edhe pret derisa të bëj punën vetë, pastaj kthehesh prapë. Por kjo është diçka që është personale, domethënë nuk është se ka ndonjë ligj ose ndonjë rregull, ndonjë ligj për këtë punë. Nga ana ligjore nuk është ndaluar. Por nga ana tjetër, nga ana e Evropës, kjo tregon ndonjëherë edhe fokusimin e BE-s në emra të përveçëm. Okej, është shumë kollaj për ta kuptuar, është shumë kollaj për ta shpjeguar, është shumë kollaj për ta sjellë në tavolinë. Po, njëra prej arsyeve është se parlamenti e mbron këtë emër të përveçëm. Thonë, Kuvendi i Shqipërisë, i cili përfaqëson shumicën e votave të qytetarëve të Shqipërisë, e mbron një person nga procedura ligjore. Okej, atëherë t'ia kthem pyetjen Evropës nga ana tjetër. Çfarë ndodh, domethënë, nëse në sesionin tjetër, domethënë nëse për shembull Spaku, në rastin konkret, nëse Spaku i dërgon një kërkesë të dytë Parlamentit shqiptar, kur kërkon heqjen e imunitetit deputetit në fjalë. Edhe Parlamenti e heq. Po. Dakor? Po. Atëherë çfarë, në mënyrë automatike hapet i bari? Domethënë aprovohet. Domethënë Ilerian? Unë do të kisha shumë për thënë në shumë çështje, mirë po kjo çështje e zonjës Balluku është bërë sinonim me këtë, sepse u zgjat shumë pa një vendim dhe ndërkohë të gjitha shtetet anëtare filluan ta ekzaminojnë si rast, dhe sepse ata normalisht edhe BE-ja tani, ne mendojmë që zgjerimi është prioriteti numër 1, mirë po Europa ballafaqohet me 1.000.001 probleme, aq më tepër kemi një raport me Amerikën që tani është i kontestuar luftra gjithandej. Ata nuk do t'i hyjnë shumë thellë, edhe shtetet anëtare pastaj gjithashtu nuk do të hyjnë të studiojnë të tërë sistemin shqiptar ose malazez, por do të studiojnë disa pika kyçe. Dhe për momentin kjo është piketuar, sidomos për reagimet që ka pasur në shoqërinë shqiptare nga aktorët politikë, nga institucionet e ndryshme, është bërë e qartë, edhe për dikë që nuk e njeh shumë thellë sistemin, që diçka aty po ndodh. Dhe është kërkuar që të jepet një lloj përgjegjësie, domethënë, me atë se çfarë kjo pasqyron për shoqërinë shqiptare dhe ajo çfarë kanë parë nuk ka qenë në
lartësinë e asaj çfarë pritet për të ecur përpara. Dhe sidomos në lidhje me SPAK-un, edhe pse fillimisht domethënë ka bërë përshtypje shumë të mira Shqipëria që u krijua ky institucion i cili po merret me rastet e korrupsionit sidomos të nivelit të lartë. Dhe ky është me pëlqim të autoriteteve të Shqipërisë, domethënë ishte një bashkëpunim ndërkombëtar dhe ishte. Dhe u bë gjithaj përparim, domethënë në hapjen e gjitha kapitujve, klastrave e tjerë. Tani fokusi ishte tek fillimi i zbatimit të premtimeve, i zbatimit të gjitha atyre ligjeve që zyrtarisht thuhet i kemi alinjuar ose i kemi vënë domethënë paralel me ligjet europiane. Dhe direkt testi i parë ishte ky dhe Shqipëria në sytë e BE-s ra në provim. Dhe tani domethënë mund ta marrim si e drejtë ose e pa drejtë. Dikush mund thojë që Mali Zi nuk është vënë. Temi që kaloi për vjesht? Po për vjesht sigurisht vjesht kemi shumë, jo vetëm vjesht. Vjesht është i vjesht, shtator tetor. Të cilit vit. Po ndërkohë ka ndodhur edhe gjëra të tjera në Shqipëri, domethënë që tani po vim pikpyetje mbas pikpyetje. Kemi pasur për shkak direkt shumë shpejt apo rreth atij momenti kur u dha jo i Barit, erdhi Opedi në bashkëpunim ndërmjet kryeministrit Rama dhe Vučićit. Me të cilën Shqipëria kërkon të vihet në të njëjtin nivel integrimi me Serbinë. Në BE, në Bruksel, gjithë ngelen të habitur sepse Shqipëria po ecte aq mirë. Shqipëria që ishte afër Malit Zi, me ato ped kërkon të bëhet afër Serbisë. Në shkallën e integrimit, s'po flas për... Mënyra se si shihen këto gjëra është që kur Shqipëria thot ne nuk kemi nevojë për veto dhe nuk kemi nevojë për komisioner, është sikur të thuash duam të hyjmë kështu siç jemi dhe nuk duam të ndryshojmë. Edhe kjo u pa ashtu edhe për Opedin. Edhe për Opedin, okej, s'kemi kapacitet për të bërë gjitha ato reforma që duhet për të hyrë në BE, po bëjmë reforma deri në pikën X dhe të hyjmë në single market. Është shumë e rëndësishme, ndjes për ndërhyrjen, është shumë e rëndësishme një pikë që nuk është sqaruar në vlerësimin tim në Oped asnjëherë. Domethënë, në qoftë se në Oped do të ishte shkruar që do t'i kalojmë të 33 kapituj, do t'i mbyllim. Edhe pastaj presim vendimin deri kur ta marrë Këshilli, edhe ndërkohë domethënë nuk ka problem për të drejtën e vetë ose si për komisionerin, për mua nuk ka asnjë problem. Por në qoftë se thonë që jo, nga 33 kapituj bën vetëm kapitujt e tregut përbashk, tregut unik, single market, domethënë se etj, por nuk i mbyllim gjitha, atëherë ky është problematikë dhe këtu jam dakord 100% me ju. Çështja tjetër që habiti domethënë publiku në Bruksel ishte pse Rama në këtë moment që po e shohin me sy shumë pozitiv, jo vetëm Shqipërinë, po edhe vetë kryeministri Rama është gjithandej kur ai vjen në Bruksel, të gjithë janë shumë të lutur, është atraksion. Pse duhet të shkruaj diçka me një president i cili aktualisht po kalon krizat më të mëdha në shoqërinë e vet, me shumë sfida që nuk e dihet se si do të kalojnë dhe domethënë u vendos Shqipëria në të njëjtën faqe me Serbinë. Dhe ka pasur edhe përpara ndonjëherë aludime që shoqëria shqiptare nuk ka nivel të lartë demokracie. Kështu që në momentin që shkruan Opedë të tilla është sikur t'i vësh disa firma dhe konfirmime këtyre aludimeve. Dhe unë besoj që është ngadalësuar, jo ndoshta vjesht, po janar do të jetë sezoni i ardhshëm. Për të shturtuar Ibar. Nuk vetëm për Ibarin, po për ta konsideruar Shqipërinë vërtet si një element apo faktor kredibël në një zgjerim të plot, në një antarësim të plot të Shqipërisë në BE. Kisha dy pyetje ose ndërhyrje rreth kësaj, po përpiqem ta shkruaj në një. Nëse ndodh që ky skenar, pra që që Shqipëria të hyjë në janar, në viti 2027 është viti i cili përcakton në masë të madhe se Mali Zi do ta bëj kapërcimin e Rubikonit, dhe sepse janë zgjedhjet apo në Mal të Zi, dhe nëse zgjidhet krijohet një konsensus i mjaftueshëm politik në Mal të Zi, Mali Zi ecën një hap përpara, nëse jo, atëherë mund të ketë ndërhyrje në radhë të parë nga Serbia, pse jo edhe nga Rusia, që të pengohet shkuarja e Malit të Zi përpara. Kjo e ndërlikon edhe më tutje pozicionin jo vetëm të Malit të Zi, po Shqipërinë po e shtyn edhe më tutje.
Në radhë parë unë besoj që qeveria aktuale në Malëzi e ka kuptuar detyrën dhe po bëjnë çdo gjë maksimumi nga ana atyre për të përmbushur të gjitha kërkesat me kapacitetin që kanë dhe të kontrollojnë gjitha elementet që kanë në qeveri që të mos ketë kikse të mëdha të cilat do ta sjellin domethënë rrugtimin e Malit Zi drejt BE-s. Përkundër dallimeve të thella politike që ekzistojnë. Sigurisht, sigurisht. Në BE është pak një lloj dyshimi mbi elementet proruse që janë brenda qeverisë, duke ja nisur nga presidenti i Kuvendit, zoti Mandić. Mirëpo, fakti që po arrihet të mbahet një lloj konsensusi, shihet me sy pozitiv, sepse nuk mund t'i zhdukësh elementet e tilla automatikisht apo me një shkop magjik. Ne kemi një pjesë të popullatës në Malëzi, e cila është mbi 30%, e cila vetën e konsideron serbe, por edhe ata, prap në sondazhet që bën mbi përkrahjen për antarësimin në BE, një pjesë e madhe e tyre prap janë domethënë brenda numrave që të ardhmen e tyre e shohin brenda BE-s dhe jo brenda elementeve tjera politike. Kështu që nuk do ta shihja për momentin, sidomos me këto gjërat e fundit pozitive në rrugtimin e Malit Zi, nuk do e shihja për momentin si rrezik atë, më shumë kam merak zgjedhjet të cilat do të bëhen për shembull në Francë, sepse në Francë nuk po flitet për zgjerimin pothuajse fare, sepse asnjë subjekt politik nuk do ta lidhi fatin e vet me një temë aq labile, domethënë, sa që zgjerimi, dhe që historikisht Franca dhe kur ka pasur demokraci të fortë dhe qeveri fare jo të djathtës ekstreme, prap gjithmonë ka qenë ai zëri më dyshues nëse zgjerimi duhet të ndodhi apo jo. Plus Franca duhet të ratifikojë me 3/5 ose me referendum. Ose me referendum, dhe ideja është për të rritur shanset e Malit Zi, mbase që pyetja e referendumit të ketë Islandën dhe Malin e Zi brenda, që shanse domethënë të jenë më të larta. Shoqëruesi i Islandës. Me qenë se jeve të këto të puna e shoqërimeve, antarësimi i Malit të Zi dhe OPED-i po krijojnë diçka krejtësisht ndryshe prej perceptimit inicial, prej asaj që folëm që Shqipëria është fut në Ballkan Perëndimor, ndonëse nuk ka probleme çfarë kanë shtetet tjera e ish Jugosllavisë. Por tash me vullnet të vetin, Mali i Zi po distancohet nga Ballkani Perëndimor, po hyn në Bashkimin Evropian, ndërsa Shqipëria le që po hyn me Ballkanin Perëndimor, po barazohet me Gjeorgjinë, me shtetet tjera, të cilat po ashtu kanë një intencë të njëjtë, na futni brenda tregut të përbashkët evropian, por mos na futni në institucione, s'ka problem. Ndoshta ky është vështrim pak ekstrem, do të thoja. Kaq ekstrem nuk është situata as me Shqipërinë, edhe procesi është gjithnjë në fluks. Gjithnjë ka rievaluime nga ana e komisionit, jepen shanse të vazhdueshme, sepse edhe tani kishim disa mbledhje me dyert mbyllura, ku persona të niveleve shumë të larta na thanë Shqipëria neve na duhet, sepse është shteti i cili është 100% nuk do të kemi probleme në lidhje me, ndoshta siç mund të kenë me Rusinë, apo ndoshta edhe me Malin e Zi që ka këto faktore proruse. Për më tepër, influenca e Shqipërisë ka qenë gjithmonë benevolente ndaj shqiptarëve të tjerë të regionit. Pra, Shqipëria nuk e ka pasin fakt deri dikund. Po flas për pjesën e luftrave e këto, por në masë të madhe Shqipëria nuk e ka pas rolin që e ka pas Serbia tradicionalisht ose shtetet tjera. Sigurisht, edhe një nga kritikat e mia me institucionet është që nuk ka krijuar asnjëherë një lloj programi përkrahje demokratike ndaj Shqipërisë, e cila është ndryshe nga shtetet tjera të ish Jugosllavisë, sepse ata kanë këtë program Democracy Support, njësi e tërë në Parlamentin Evropian, por edhe në komisione të tjerë që vazhdimisht ka kontakte, domethënë me institucionet përkatëse. Dhe unë them që është një mangësi dhe nuk është arritur të bëhet ai demokratizimi, le të themi, i shoqërisë dhe institucioneve shqiptare nga pika reale ku është nisur Shqipëria në sensin e vivalitetit, apo si të them demokratik. Ne kemi, për momentin, Partia Socialiste kontrollon 54 nga 61 bashki ose diçka e tillë që kur shihen këto harta, është diçka që bën shumë përshtypje. Ndërkohë Mali i Zi
mirë apo keq, ka një lloj, ka ngjyra. Si që edhe Kosova ka ngjyrat e veta, si që edhe Macedonia Veriut, do më thënë, mirë apo keq, një lloj demokracie e cila jeton dhe ekziston. Ndërsa... Si përkthehet ky vitalitet i cili ka ekzistuar të shqiptarët e Maqedonisë me stagnacionin në integrim? Sa ndikon? Në fakt, kur po i dëgjoja në bashkëbisedim Ilirianën edhe Ardianin, thash sa nostalgjike gjithë kjo bised, sepse kishte një kohë që edhe në Maqedoni, mënyra se si flisnin për integrimin ishte kështu, edhe nuk është më ashtu. Para çerek shekulli gati. Jo, para disa vjetëve fatkeqësisht. Kështu që mendoj që Maqedonia tregon anën ndoshta të erët, edhe ato që duhet ta mbajmë në mend edhe kur flasim kështu në mënyrë pozitive, sepse në 2019 flitej për Shqipërinë edhe për Maqedoninë. Bile mbaj mend atëherë në Maqedoni thonim na ndanin nga Shqipëria, jemi duke ecë bashkë, neve duam edhe Shqipëria aty, po Shqipëria ka ca probleme, neve si kemi ndruam emrin e përpara. Dhe Anasjeltas. Po, u bë më vonë. Jo, dhe Anasjeltas, kryeministri Rama disa herë ka insistuar mos na lidhni me Maqedoninë e Veriut se ka probleme identitare, ne nuk kemi. Dhe kishte të drejtë, të plotë. Kështu që në atë aspekt, tani që po flasin Shqipëria dhe Malizi, unë e shoh edhe këtë aspektin që shpresoj që të funksionoj, që të paktën njëri nga shtetet mund të hyjë, po gjithashtu e shoh mundësinë që kjo mos ndodhi. Edhe nga aspekti aderimi, as Malizi, në këto të paktën 3 vite të ardhshme, jo. Edhe arsyeja pse kjo është sepse nëse e shohim, sepse tashi në Maqedoni mbasi kemi ngecur për kaq gjatë. Pse jo? Pse jo? Pse mendoj që në kryeqytetet e Bashkimit Evropian nuk është vullneti po aq i fortë për aderim, saqë është për të luajtur lojën e aderimit, edhe për të mbajtur këto shtete akoma me premtimin e Bashkimit Evropian, po mendoj që klima aktuale jo domosdoshmërisht është një që i mbështet. Malizi është ndoshta rasti më i lehtë, siç e përmendi edhe Iliriana. Janë sakrifica të vogla që duhet bëhen që të bëhet Malizi pjesë e Bashkimit Evropian, po të njëjtën kohë mendoj që akoma nuk është aq e qartë, sidomos në kur hynte politika domestike se cilët prej shteteve që kjo do ndodh. Edhe neve kemi bërë dhe intervista me eurodeputet për një projekt tani së vonshme, edhe shumica thonin Malizi ndoshta po Shqipëria nuk besoj, ose edhe Malizi edhe ca vjet, kështu që nuk është aq e qartë që do të ndodhi kaq shpejt. Në të njëjtën kohë, Bashkimi Evropian edhe surprizon ndonjëherë, kështu që shpresojmë në surprizë. Për shembull, Bullgaria, Rumania kanë qenë vendime gjeopolitike. Po, edhe aty është shpresa. Po nga ana tjetër, mendoj që të njëjtën kohë, sepse basi Maqedonia ka ngelur kaq gjatë, mendoj që shumë, jo vetëm unë, po edhe shumë nga ne, kemi filluar ta bëjmë edhe një pyetje në aspektin atë që bët pyetje edhe ju drejt Ardianit, pse Bashkimi Evropian, pse ta kemi këtë si aspirim, po edhe a kemi nevojë për të. Po kur e shohim kështu procesin, se si Bashkimi Evropian dhe ideja Bashkimit Evropian është zhvilluar në Ballkanin Perëndimor, aspekti demokratizues i thirrjes të Bashkimit Evropian, mendoj që është njëra nga aspektet kryesore të cilën neve kemi përdor edhe si akademik, si pjesëtar të shoqërisë civile, si politikan, si faktor të ndryshëm në shoqëri. Kështu që është i rëndësishëm Bashkimi Evropian, pa marrë parasysh në cilin stat të procesit, për shkak se është akoma ndoshta narrativa e vetme pro-demokratizuese që e kemi në rajon. Edhe këtu mendoj që, për shembull, për Maqedoninë, ky stagnim po ashtu ka dërguar në stagnim të edhe të procesit të demokratizimit deri diku. Unë mendoj që narracioni i demokratizimit i ka skadu pak afati i vlerës, sepse kemi hyrë në kohë gjeopolitike. Dhe në këtë kohë gjeopolitike, Ardian ti ke qenë i përfshirë disa herë në projekte mendore të Shqipërisë si pikë lidhëse mes dy deteve, Adriatikut dhe detit të Zi. Kjo tash është shndruar në doktrinë mbrojtje dhe fakti që ambasadori i ardhshëm amerikan në Tiranë është një general i ndërhyrjeve të shpejta, porti i Durrësit është i projektuar në doktrinën e mbrojtjes si pika hyrëse
e furnizimit të forcave deri te deti i zi. Pra, Shqipëria, për nga natyra tash ka një rol geopolitik, edhe ambasadori cili do të merret me atë punë, dhe është faktori i ardhshëm politik është samiti i NATO-s, i cili mbahet në Tiranë. Vitin ardhshëm. Me gjithë këtë peshë geopolitike edhe ngadalësim nga ana tjetër në integrim evropian, cilat janë po t'ishe këshilltari i kryeministit Rama, edhe ti thoshe to 3 gjëra duhet t'i bësh deri në samit të NATO-s në mënyrë që ta zësh hapin me Malin e Zi, cilat janë 30 gjërat. Më radhë parë nuk e di domethënë a do të dëgjonte, po e marrëm si të mirë qenë që do të dëgjoj. Tregojt për një kryeministër një histori që i thonë që sa këshilltar ke, ai u përgjigj 12 ish kryeministër shqiptar. I thotë, po si të arrinkohemi këshillut tanë. Kështu që nuk e di, për mua ajo që do isha unë shumë kurioz, do isha që do bëje pyetjen vendeve anëtare, ti thosha, ore si e shikoni zgjerimin sot në 2026? A është ai zgjerimi cilën ju e keni parashikuar përpara, domethënë një zgjerimi bazuar në siguri po se po, traktatin e Qymyrit edhe Çelikut që bë për njërë mësullë dytë botërore dhe që resi drejt tregut unik, domethënë tregjeve, se gjithmonë po flasim për tregun e Ballkanit, apo e shikoni si një kontribut shumë të rëndësishëm në sigurinë e Europës juglindore? Sepse nuk janë kontradiktore, po janë të ndryshme, racionale është ndryshme. Kjo që thatë juve është super rëndësishme. Pyetja tjetër do t'ishte që... Po i lëri pyetjet, këshillat. Jo, po tash t'u japësh këshillat politikanëve nuk t'i marrin. Domethënë ideja është që t'i bësh pyetje në mënyrë që këshillin ta nxjerrin vetë. Pyetja ime tjetër do t'ishte që kryeministri im tu thoshte vendeve anëtare, tu thoshte dëgjoj, domethënë situatë hipotetike. Çfarë ndodh nëse me gjithë interes të madh që administrata amerikane po tregon drejt Ballkanit Shqipërisë të rast. Nëse për shembull zgjohet nesër presidenti amerikan edhe thotë që prit ndrova mendjen, nuk dua më Groenlandën, po dua pa fuskot Shqipërinë. Nëse Sazanin e ka pak a shumë, po ajo është familjar janë ndara. Do të dua Shqipërinë. Çfarë do ndodhi në Bashkimin Evropian? Sepse në momentin kur Trumpi shprehu dëshirën ose idenë për të marrë Groenlandën, për një kujtuan që ta fusim Groenlandën ke gjitha programet e BE-s, t'japim rëndësi, transferojmë vëmendje, ndihmë etj. Po është territor sovran, pjesë e territorit sovran të Danimarkës. Eksakt. Po qëndronte jashtë. Shqipëria nuk është pjesë e territorit sovran të Italisë, për shembull. Është shumë interesante, megjithëse ka qenë një farë. Po është pjesë, do të thosha, e një territori që BE e konsideron kyç për mbrojtjen dhe sigurinë dhe për reziliencën e saj. Domethënë që janë elemente super të rëndësishëm të sovranitetit të një territori. Edhe në botën e tanishme geopolitike, kjo ka shumë rëndësi. A e kontrollon apo nuk e kontrollon të territor? Pyetja ime e tretë do të ishte, do BE-ja të kontrollojë territorin jo vetëm Shqipërisë, por edhe të Ballkanit? Po këtë pyetje, domethënë ne po flasim për gjestet të cilat duhet t'i bëjë Shqipëria. Sepse kundër përgjigja e cilit do njeri në Bashkimin Evropian do të jetë çka keni bërë me këtë person, çka është ky rast, çka është, domethënë, cilat janë 3 çështje të cilat do ta ndryshonin perceptimin, sepse perceptimi i Shqipërisë ka shkuar në formë dramatike negative me 2 raste, Valluku, Opedi, për shembull, që i përmendëm këtu, mund të ketë të tjera, apo duhet të ketë të tjera, gjithsesi. Por cilat do të ishin domethënë cilat do të ishin 2 pozitive ose 3 pozitive që do ta transformonin perceptimin, sepse çdo mend pesha gjeopolitike e Shqipërisë është aty. Çdo mend që bota ka ndryshuar dhe domethënë narracioni për demokratizim, vlera e tjera është në rënje sipër dhe pesha gjeopolitike është në ngritje sipër. Pra, si të integrohet interesi i Shqipërisë në këtë narracion. Ka shi Bashkimit Evropian i cili, mos të harrojmë, ka deputet holandez të cilët thonë së më intereson geopolitika, më intereson sundimi i ligjit, çka keni bërë me këtë. Faktikisht kjo është ajo që dëgjuam për rastin e Shqipërisë. Edhe pse ju thatë geopolitika tani është kryesore,
Shqipëria është e rëndësishme nga ana gjeopolitike, mirë po ngec nga ana e sundimit të ligjit. Kështu që nuk mund të themi që edhe demokratizimi është diçka që është dukshëm në rënje, sepse në narracion po flas. Në narracion, por atje në thellësi gjithmonë është diçka që deputeti holandez do të thotë sundimi i ligjit, nuk më intereson. Gjermania, Holanda e tjerë këtë thanë, sundimi i ligjit duhet ta shohim që po implementohen të gjitha ndryshimet që po bëhen. Janë disa nivele. Do më thonë, në vlerësimin tim, është ajo që përmendoj unë përpara, është niveli komisionit, është niveli shteteve anëtare. Është dhe niveli politikës brendshme, deputetëve në parlamentet e vendeve anëtare. Përsa i përket komisionit, ajo që do të ishte në vlerësimin tim shumë interesante, do të ishte në qoftë se zhbllokohet situata me rastin Balluku. Domethënë, simbas nuk po them simbas pritshmërisë së BE-s. Ja. Nuk po them simbas preferencave të kryeministrit, absolutisht jo. Po them simbas rrugës ligjore. Që do të thotë simbas rrugës ligjore dhe rrugës etike. Nuk e di, nuk jam specialist, por në qoftë se për shembull i vjen një kërkesë tjetër Parlamentit Evropian për heqjen e imunitetit, me sa duket Parlamentit shqiptar, më fal. Lapsus revelator. Lapsus freudian. Për heqjen e imunitetit, mendoj që kësaj radhe, domethënë, deputetët kanë mjaft informacion, kanë edhe mjaft background për të marrë një vendim të mirë informuar. Çfarëdo vendimi që do marrë Parlamenti shqiptar, në qoftë se vjen kjo kërkesë, ka për të qenë vendimtar, ka për të qenë si ai Chelsea që të kushtozon nga do të ikë treni, ku ndajnë shinat, të ikën këtej apo ikën këtej. Kjo ka për të qenë shumë rëndësishme. Dhe ikja mund të jetë disa vjeçare. Jo, nuk mendoj disa vjeçare, mund të ishte disa vjeçare nëse do ishte para 25 vjetëve, tashti me një botë që po ndahet gjithmonë më tepër në kampe, gjithmonë më të ngurta gjeopolitikisht, mendoj që mund të jetë rreziku që mund të jetë ikje rreziku ose përfitimi, mund të jetë ikje gati e përhershme, ose afatgjatë. Ndarjen mbyllje, domethënë kjo do në vlerësimin tim, vendimi i Parlamentit shqiptar në rastin precis, do të kushtozoj 50 vjet të ardhshme 2-3 breza të tjerë të zhvillimit të vendit. Wow. Unë mendoj që edhe një gjë tjetër duhet cekur, e që nuk e dëgjojmë shpesh, sidomos kur dëgjoj debatet politike tona, është që shpesh fajin ja lëm Unionit Evropian, i cili dërgon mesazhe të përzira, trajton një shtet ndryshe. Çështja është edhe nëse ata janë skeptik për rajonin ton, unë besoj që ne nuk duhet të jemi skeptik për integrimin në Europë, sepse neve na duhet integrimi evropian më shumë se që i duhemi ne Europës. Dhe ndonjëherë domethënë ekziston një moment historik që i ka ardhur koha të ndodhë diçka. Fatkeqësisht për Maqedoninë e Veriut, ajo ishte më gati se ç'ishte Unioni Evropian apo se ç'ishte momenti historik. Unioni Evropian kishte marrë shtete si Hungaria, Polonia e tjerë, ata filluan të kishin problemet të tyre të brendshme dhe nuk ishte fare apetit, domethënë, nga ana e shteteve anëtare për një anëtar të ri që mund të kishte qenë Maqedonia e Veriut në atë moment. Ndërsa tani kemi një lloj hapësire apo një lloj mundësie që jepet shteteve, në këtë rast ndoshta është Malizi dhe Shqipëria, edhe më duket që duhet të merremi shumë më shumë me si të arrijmë ne atë mundësi, se sa po pse na thanë një herë kështu, na thanë një herë ashtu, mund t'i mendojmë këto, por do t'na hedhin mbrapa dhe nuk do e kapin domethënë atë momentin e vetëm ndoshta për kush e di sa vjet që të bëhemi antar të plot. Dhe në fund duhet të cek edhe diçka që ju disa herë më thatë Malizi dhe Iliriana është hera e parë që po e përjetoj këtë rol të përfaqësoj Malin e Zi, sepse thjesht për kuriozitet ndoshta është interesante edhe për shikuesit. Unë babin e kam pasur politikan në Mal të Zi, ka qenë deputet i partive shqiptare, domethënë, edhe duke e parë karrierën që ai ka pasur, unë kam vënë re që shqiptarët kanë një limit deri ku mund të shkojnë brenda një shteti sa do i vogël që është Malizi, aq me limit domethënë për shqiptarët. Kështu që çdo herë që flas, Malizi mua më percepton si një shqiptare nga Malizi. Edhe tani kur i takoj dhe ajo zgjidhje që kam bërë unë është që të merresha me muzikë, të merresha me piano, dhe në Munich ku jetoj fillova të kem një ide që ndoshta po të shkoj në Bruksel, mund të flas nga një nivel tjetër me Malin e Zi. Me një muzikë tjetër. Me një muzikë tjetër që faktikisht nuk është që nuk ju pëlqen, sepse tek e fundit unë besoj është mirë për gjithë shqiptarët nëse Mali i Zi bëhet antar i BE-s. Mirë po prapë, domethënë, në tavolina të ndryshme e shoh që
mënyra se si më drejton është prapë që ti je shqiptare, që unë absolutisht domethënë as nuk e mohoj, por është akoma nuk kemi arritur deri te ai nivel i edukimit qytetar që të jemi gjithë barabartë. Tash po të përjashtojmë prej kësaj pjese, se po e vendosim një hipotezë, e cila ka filluar të ndërtohet në shtetet fqinje. Mali Zi hyn në Bashkimin Evropian vitin 2030, krye negociatat vitin 2028, me filan date pranohet në Bashkimin Evropian. Në komisionin e ardhshëm të Bashkimit Evropian, Iliriana Gjoni përfaqëson Malin e Zi si komisionere e zgjerimit, dhe do të merret me Shqipërinë, do të merret me Maqedoninë e Veriut dhe do të merret me Kosovën. Në të njëjtën kohë, siç merret Marta Kosta, siç merret Marta Kosta. Në të njëjtën kohë, afër fshatit Prega e ka origjinën e Iliriana, vendoset kufi i fort mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, rriten kolonat e njerëzve që duhet për të hyrë në Ulqin, pejanët që nisën këtej nga Çakorri, po ashtu e ndin kufirin e fort në peja, bile jo pa u ngjitë nalt. Sa ndryshon antarësimi i Malit të Zi në Bashkimin Evropian shoqëritë tona shqiptare? Çfarë është efekti? Nëse hyn. Kemi skenarin në 2030 hynë, ne jemi këtu bashk, nuk na vjen Iliriana sepse është komisionere, por ne tret ulemi e thrasim diken prej Malit të Zi. Unë do vija gjithmonë, edhe si komisionere. E thrasim diken prej Luginës Preshevës, këtu, për të komplikuar. Vresim edhe pak mani, jo me gjithë në ju i kemi rhatu. I kemi antarë. Si reflektohet Maqedonia e Veriut të shqiptarët? Si reflektohet fakti se tash, në më thonë, shoqëria e cila ka më së paku relativisht shqiptar, ka hyrë në Bashkimin Evropian, proporcionalisht shoqëritë cilët kanë më shumë shqiptar mbesin jashtë, me Kosovën dhe Shqipërinë pasuese natyrisht. Një ndryshim i madh që do ndodhte është një fakti që Maqedonia e mori atë jonë e famshme dhe pastaj ngeli mbrapa, është përdorur nga shumë nga politikanët e rajonit si një arsye për mos ta ndjekur rrugën e BE-s. Hyrja e Malit të Zi do i mposhte disa nga këto narrativa. Do me thonë, do thonin, procesi it's back on track. U kthye në Shqina edhe pas ka mundësi për shtete për të hyrë. Këtu mendoj ndoshta për faktorin shqiptar, nëse flasim vetëm në Maqedoninë e Veriut, ndoshta do vijë ai momenti ku rikonfigurohen pak, sepse për momentin, do me thënë, faktori shqiptar në Maqedoninë e Veriut përherë ka qenë ai faktor që ka shtyrë procesin përpara. Edhe në momentet më të errta të VMRO-s, kanë qenë politikanët shqiptar në atë kohë të BDI-s, që kanë biseduar gjithkohën me partnerë të Bashkimit Evropian, SBA-s e tjerë. Kështu që gjithmonë e ka pasur një rol balancues faktori shqiptar. Bile shqiptarët në Maqedoni edhe një shqiptar në Malit të Zi marrë edhe me çështje identitare të kombit Maqedonas, nga njëra anë edhe të identitetit kështar të Malit të Zi, në rastin e Malit të Zi. Po, sepse Bujar Osmani ka qenë ministër i punëve të jashtme, atëherë kur po negocioi me Bullgarinë për minoritetin bullgar edhe për gjuhën. Edhe këtu, në fakt, kjo ka krijuar një farloj përçarje edhe në Maqedoni, sepse edhe me referendumin për emrin, për shembull, si dhe me negociatat me Bullgarinë, ishte ky perceptimi sikur për shembull në referendum ka dalur 30 e ca persona, do me thënë nuk u arrit numri, edhe njëra nga supozimet ishte që janë shqiptarët ata 30% që kanë dalë dhe kanë votuar në shumicë po. Kështu që u krijuar një farloj tensioni në aspektin që shqiptarët atë shumë duan të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, saqë nuk ja shpërfillin identitetin ose nevojat identitare. Që në fakt, për shembull, sidomos në lidhje me Bullgarinë, narrativa shqiptarëve në Maqedoni ka qenë shumë kuptuese, e kuptojnë, domethënë, këtë sfidën, me emrin ndoshta e kanë pasur pak më ndryshe relacionin, po në lidhje me Bullgarinë mendoj që ka pak më shumë simpati për pozicionin Maqedonas. Por mendoj që hyrja Malit Zi në BE ndoshta
ndoshta shumë shqiptarë do donin të shkonin të jetonin në Malin e Zi. Sepse ka shqiptarë nga Macedonia që kanë biznese në Ulqin, Kroaci, po janë të famshëm. Por nga ana tjetër shpresoj që kjo do e rifaktorizoj faktorin shqiptar në Maqedoni, i cili për momentin nuk është faktori fort. Kemi një BDI që edhe pse mori më shumë vota, doli në opozit edhe nuk din të sillet në opozit, se s'ka qenë përveç 2 vjetëve që ka qenë në opozit, në historiatin e vetë nuk din si ta menaxhoj opozitën, dhe refuzon të reformohet brenda. Pastaj kemi këto partitë e reja të Vlenit që janë në qeveri, por kam aq pak numra, edhe VMRO-ja ka aq pak nevojë për ata në qeveri, sa që kjo e pamundson edhe influencën e atyre, sidomos duke marrë parasysh që Vleni nuk e njeh VMRO-n aq mirë kaq afër, siç e ka njohur më përpara BDI-ja, edhe si rezultat nuk din se si ti menaxhojnë ndonjëherë këto lojat sensitive, sidomos vis-a-vis Bashkimit Evropian. Kështu që mendoj që nëse ndryshon historia që ne shtetet e Ballkanit Perëndimor mund të hyjnë në Bashkimin Evropian, fuqizohet prap kjo idea e atëherë le ta shtym procesin, sepse për momentin në Maqedoni nuk ka asnjë shtys për ndryshime kushtetuese, se kushti shty. SDSM-ja shumë e dobët, LSDM-ja shumë e dobët, BDI-ja gjithashtu është shumë habitur nga opozita për të bërë influencën e duhur, kurse VMRO-ja nuk ka interes, sepse VMRO-ja gjithë kampanjen elektorale ka pasur mos të poshtrohemi, sepse ndryshimet kushtetuese shihen si poshtrim. Edhe fakti që BE-ja shihet si një aktor jo shumë i besueshëm, akoma, e mundson këtë debat, por me hyrjen e Malit të Zi, ndryshon kjo. Ligjërimet e gjitha partive të djathta evropiane, të ekstremit të djathtë janë jemi të poshtruar nga Bashkimi Evropian, nga kjo tërësi. Shqipëria, si do të reflektoj dita kur komisionerja Gjoni shpall detyrën e saj të re? Në ratë parë, duhet shikohet kush ka bërë qenë kryeministër. Se ka pyetje? Ka opcion? Si që përmenda disa herë mund për qenë bëj pyetje. Por, mos harrojmë, në viti 2030 është viti kur kjo parti e cila është në pushtet ka proklamuar se do ta ketë pasaportën evropiane, apo jo? Sigurisht, do më thënë, edhe unë këtu du, në ratë parë për të bërë gjirë pyetjes, në vlerësimin tim ka bërë që diçka e mrekullueshme, në qoftë se ndodh. Në fakt, ka bërë që një second best, je dytë më e mirë. Je e parë më e mirë është që jemi bashkë. Je e dytë më e mirë është që sigurisht, do më thënë, ka bërë që një mrekullueshme sepse është një, nuk po them për faktorin shqiptar, po ka përqen do të rrisi nivelin e llogaridhënies së politikanëve të cilën të qenë paft që të ishim barabar me një vend që është me popullat sa 1/3 e Shqipërisë, 1/4 e Shqipërisë. Kështu që, domethënë, kjo do t'i vërin çik përballë një llogaridhënie më të madhe. Ajo që dua të ndërhyj, domethënë nëse mund të ndërpres këtu. A mund të ishte një leksion për Shqipërinë dhe për Kosovën dhe për gjithë tjerët, që niveli antagonizmit në Malë të Zi nuk ka ku të shkoj më i madhë, dhe më thonë në percepcionet politike. është antagonizmi që nga lufta e dytë botërore dhe forcat e luftës së dytë botërore, dhe më thonë të njerët kamp dhe tjetër kamp, problemet e thella identitare, të cilat nuk ekzistojnë në Shqipëri. Por me gjithat është arrit përkundër këtyre dallimeve dhe antagonizmet të thella në Malë të Zi, është mërit një konsenzus rreth Bashkimit Evropian. A do të mund të ishte një leksion për Shqipërinë? Jo. Është e vështirë, sepse ne do më thënë e ndonën leksionet të tilla gjatë të paktën gjatë kohës që mas ndryshimit të regjimit komunist. Do më thënë 2009-2011, kur ishte partia që është sot në pushtet, që do më thënë nuk dha korumin për aprovimin e 3 ligjeve dhe si pasojë do më thënë nuk morëm statusin e vendit kandidat. 2017-2019 prap kur u vonuan do më thënë prap negociata. Do më thënë që ne dim edhe Shqipëria konfliktin me vendet e rajonit, ose problemet me vendet e rajonit e ka zëvendësuar me një probleme shumë, me një antagonizëm, polarizim super, hiper të theksuar brenda për brenda vendit dhe nuk i shërben asnjëriut. Edhe tashti nuk i shërben asnjëriut. Ky është një problem që nuk di si do zgjidhet, po sido që t'jetë puna, domethënë është një rast i mrekullueshëm për të thënë që
kur merren vesh në Malzi, që ka shqiptar, ka serb, ka malazez, bosnjak, nuk e di çfarë tjetër ka aty, domethënë, kroat, që bëhen së bashku të gjithë për një objektiv më madhor, pse të mos bëhemi bashkë ne me njëri tjetrin, vllai me vllajin, domethënë, kjo ka për qenë, po nuk e di a do ketë sukses apo jo. Njëra prej formulave të përdorura, të cilën po e përsëris shpesh, është ajo Kroacisë. E kam pas mysafire Vesna Pusić, ka qenë ministre e jashtme e Kroacisë, dhe në kohë kur ajo ishte kryetare e Partisë Popullore të Kroacisë, u arrit një ujdi në Kroaci, ajo si përfaqësuese e opozitës, u arrit ujdia që të formohet një komision i përbashkët integrues për Bashkimin Evropian, dhe që në krye të komisionit të jetë opozita. E që asnjë vendim të mos merrej pa konsenzus të plot në, do të thonë, negociatat të cilat i ka zhvilluar Kroacia ka qenë shembullore. A mund të replikohet kjo në Shqipëri? Dinamika e Shqipërisë drejt BE-s varet, edhe kjo është një tipar tjetër karakteristik i vendit tim, varet shumë nga profili i liderit. Është një dinamikë që është shumë e personalizuar, pavarësisht se kush lider ka qenë pushtet. Edhe kur themi personalizuar është për të mirë, sepse domethënë fare disa liderave punëtor, karizmatik, bashkëpunues, etj. Kemi ecur shumë përpara, kemi përmirësuar imazhin, fare disa të tjerëve, domethënë që kanë qenë shumë të lëvizshëm ose shumë të paguptueshëm, kemi vuajtur pasojat. Kështu që në vlerësimin tim nuk di çfarë them, por ajo që dua ta ndaj në shtresa arsyetimin, sepse ne kur themi vend antar ose antar, themi ose është situacion binar, ose po ose jo. Nuk është ose po ose jo. Ratë parë po më bën shumë përshtypje dhe më vjen shumë mirë që del gjithmonë zëri, do të thosha zëri arsyet për një zë as skeptik jo, po do më thënë zëri pyetjes, a jeni siguri do bëni antar? Çfarë nëse nuk bëhemi antar, as Malizia as Shqipëria? Ikën kot e gjitha kjo punë? Jo, nuk ikën kot. Nuk ikën kot se ka filluar procesi i transformimit. Në Shqipëri, për shembull, është reformuar komplet sistemi juridik. Komplet. A është i përsosur ky? Fare. Ka shumë gjëra për të përmirësuar. A ka ndodhur 4-5 vjet të fundit gjëra që si kishim imagjinuar kurrë përpara, që tash janë gjëra më se normale? Në mënyrë absolute ka ndodhur. A pritet që politika që ka qenë e gjithfuqishme në një vend mesdhetar si Shqipëria, ta lëshoj për një herë pushtetin sot për nesër? Nuk është normale ta lëshoj sot për nesër. Nuk po lëshojnë vendet perëndimore sot për nesër. Orbani i mori 4 mandate për ta lëshuar pushtetin. Kështu që duhet me pa çfarë përfitoj për momentin. Për momentin neve na interesojnë institucionet dhe reformat. Shqipëria për momentin nuk e di, shumë pak vete e din, por në planin e reformave, në planin e rritjes, Shqipëria është e para në Ballkan. Është e para për nga numri i reformave, është e para për nga buxheti i përthithur nga Bashkimi Evropian, është e para për nga transparenca. Domethënë, po bëhen punët, këto punë duhet të validohen. Domethënë të bëhen argumente të afta për të bindur komisionin, për të bindur këshillin, për të bindur dhe politikanët vendet anëtare. Po nuk është kohë e humbur kot. Për mua nuk është kohë e humbur kot, nuk janë investime të humbura kot. Komisionerja Gjoni, çka do të kërkonte prej Shqipërisë dhe Maqedonisë 3 gjërat imediate? Ti marrë shënim. Unë, kur e tha këtë pyetje, në radhë parë, më vi kështu çfarë do t'i kërkojë Unionit Evropian, me që do isha pjesa e atij sistem dhe e besoj që mënyra se si disa gjëra vlerësohen ka bërë që procesi të duket më shumë teknik se sa që mund të arrit të kuptojnë sa funksionon vërtet, domethënë ky njësimi i ligjeve e tjerë, dhe këtu do të dëshiroja të kisha ca specialistë vërtet që do të arrinin të ndoshta të tregonin të kishin një udhërrëfyes Shqipëria se si këto reforma, domethënë që po bëhen, me të vërtetë të rezultojnë me një sundim të ligjit i cili mund të implementohet. Dhe kjo do ta bindi Unionin Evropian, kur Shqipëria të kalojë domethënë nga niveli teknik në një nivel i cili bind edhe nga ana e përmbajtjes. Kjo është, besoj, sfida më e madhe që Shqipëria ka për momentin. Pse Shqipëria nuk është keq me PR, nuk është që kjo është punë PR-i, domethënë të bindesh. Jo, implementimi i ligjeve
në thellësi, nuk besoj se mund ta Është PR, zbukur është po, me PR. Mund të thuash diçka, por që do dalin, ja, nuk do jetë rasti Balluku, po do ketë ndonjë rast tjetër. Problemi është koha. Domethënë problemi është kohë. Ne nuk mund të pretendojmë. Marrim reformën drejtësi dhe kjo është Dhe edhe të ndërmoj këtu, nuk mund të kërkosh për Shqipërisë bëhet Danimark, që të hyjë në bashkim. Brenda 5 vjetëve. Jo, kjo është problemi ynë 0 dhe 1 ose bardhë dhe zi. Danimark nuk do bëhet, po do bëhet good enough. Ai është pragu ynë. Si matet good enough? Një nga problemet do shohim reagimet tek shtetet anëtare. Domethënë është PR, kemi prapë ajo që përmendi Vetonik. Nuk është PR, sepse ja PR-i i Shqipërisë është shumë i mirë. Dhe prapë se prapë nuk arrin. Për momentin kemi pushu pak, ajo që du të them, është që implementimi është shumë e rëndësishëm dhe është habi tjetër i kushteve që po i vë BE-ja komisionin këtë rast, qoftë për negociatat, qoftë për reformat. Por problemi nuk qëndron vetëm me vendet tona. Kur është bërë lista e parë e masave për reformën të gjitha vendet e Ballkanit, reformat kanë qenë më tepër 80% në Shqipëri janë reformat cilësore, nuk janë sasiore. Aprovimi këtij ligji, kalimi në parlament i kësaj etj. Kur raportojnë këto, paktën nga Shqipëria, komisioni thotë dakord, e ke kalu ligjin po në ligjet ku janë, po s'mi ke vënë këtë teksti fillestar. Ajo po duhen se kanë të bëjnë me implementimin. Okej. Pastaj kur kalojnë në ligjet, po institucioni jo disbaton këto në ligjet, agjencie e re etj. Kështu që janë të gjitha të drejta, duhet vënë fokusi dhe ke implementimi, po nuk mund të kërkohet që të gjitha këto, domethënë masa, të bëhen brenda 2-3 vjetëve, është e pamundur, ose të paktën të bëhen një fillim, edhe diçka tjetër. Ju keni mbyll 17 kapituj? 14. A dhe sa ju kanë jel? 19 më duket. Por që po flitat 9, ndoshta deri në qershor ka mundësi të mbyllen. Sigurisht. Atëherë domethënë që i bie bam seri. Neve duhet mbyllim 33 kapituj bashkë me IBAR-in deri në fund vitit arsh. E kur do marrin frymë këto punonjës administratës, e kur do bëhen tana këto konsultime, e kur do vihet, si do matet impakti këtyre ligjeve, ka përqeni pa mundur ta implementosh sot e të matësh impaktin mas 2 muajve. Gjithsesi nuk do shkohet drejt asaj që të bëhet një zgjidhje 100%. Por ja, gjitha i mund që u investua, që parlamenti ta mbroj për shembull zonjën Balluku, mund të ishte investuar tjetër kund. Dhe pastaj nuk do ishim në këtë situatë. Domethënë të mos çalojmë me gjëra të tilla, sepse ne kohën e gjejmë për të bërë diçka që nuk është në favorin ton. Kjo ishte, domethënë, ideja. Normalisht e di që gjitha ato procedura duan kohë dhe disa shtete i bëjnë në mënyrë më të shpejtë, disa në mënyrë më të ngadaltë, implementimi do edhe ai kohën e vet, mirë po unë besoj që mund të bëjmë punë më të mirë. Sidomos aktorët politik mund të jenë më të... Po, Lura. Mos pari, Liriana ka folë tamam si komisioner. Mendoj që intervista ishte me sukses. Shpresoj të marrësh pozitën. Por në çështjen e PR-it, në fakt, sepse i pyetëm disa nga eurodeputetët se si mund të rregullohet e gjithë kjo proces, edhe gjithë dakordoheshin për aspektin e komunikimit edhe drejtjes të komunikimit, po këtu është shumë e rëndësishme që të hiqet fokusi nga liderët. Shqipëria nuk është Edi Rama, Kosova nuk është vetëm Albin Kurti, e me radhë. Kështu që në atë aspekt mendoj që kanë nevojë për një komunikimi të shkojë jo vetëm drejt institucionit të Bashkimit Evropian, po shteteve të ndryshme, si mos Francës, Holandës e tjerë, por është edhe nevoja, bile një eurodeputet më bërë i tha, dua ta shoh më Edi Ramën, dua t'i shoh komisionerin e policisë, do me thënë figurat të ndryshme që punojnë për institucione, që qytetarët e Bashkimit Evropian, e shteteve të ndryshme të Bashkimit Evropian, po ashtu të kuptojnë se kush janë këta bashkëbisedues që do t'i kenë nëse këto shtete bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Kështu që në këtë aspekt mendoj që ka edhe një farë lloj sensi të ownership, sepse një gjë e bukur sipas meje në Bashkimin Evropian është që neve kemi në Ballkanin Perëndimor një lapsus tjetër.
është që e kemi përvetësuar Bashkimin Evropian. Në aspektin që neve flasim, me ndrojmë... Me shoferin e taksis, kur kthesh nga aeroportit, pyet çfarë punë bëj, tu merrem me këtë punë, do bëhemi vënantar, domethënë gjithën çka kapitur, shihemi etj janë bërë gjithë mjeshtra. Po, kështu që e kemi një popullsi, një qytetari që e ka një vizion të gjallë të Bashkimit Evropian. Do ishte një gjë e bukur që të ishin po ashtu këta aktorë gjithashtu që lidhen me qytetarët e Bashkimit Evropian, sepse një studim tjetër që kemi bërë me BIPEC, e kemi parë që, për shembull, në rastin e Holandës, holandesh që kanë udhëtuar në Ballkanin Perëndimor, sidomos ata shkojnë në Ohër, sepse në Ohër pas ka një vizatimor ose një libër që e lexojnë si fëmijë, edhe shkojnë për ta gjetur Ohrin edhe personazhin e librit, edhe ata njerëz që kanë udhëtuar në Ballkanin Perëndimor janë shumë të ngjarë që ta mbështesin aderimin e atij shtetit në Bashkimin Evropian, sepse e shohin më pak si të huaj, kështu që është edhe kjo nevoja për ta zbritur debatin pagës, edhe për ta bërë ndër institucional, por edhe ndër qytetar në atë aspekt, edhe këtu ka shumë mundësi, mendoj që është një rrugë pak më... Shqipëria këtu ka pasur sukses shumë të madh nëpërmjet Tiranës që është bërë një hub, domethënë që gjithë edhe me Kolegjin e Europës deri diku, po me aeroportin, me turizmi e gjitha tjerë. Ka ndryshuar rrënjësisht opinionin mbi Shqipërinë dhe unë pothuajse çdo 2 ditë, ja tani ka filluar përgatitja për pushimet orore, çdo 2 ditë marr mesazhe, të lutem mund të na rekomandosh një hotel në Lorë, në Durrës e tjerë. Dhe jo aq shpesh marr për Malin e Zi. Këtë e kam komunikuar edhe tek ministrit në Malzi, sepse në Malzi kemi problem shumë të madh me rrugët për t'ikur deri te qytetet e ndryshme gjatë verës, ti do të jesh i bllokuar me orë të tëra. Kështu që aty domethënë Shqipëria ka bërë punë shumë të madhe. E morëm këtë skenarin gjysmë pozitiv, më pozitivi do të ishte natyrisht që Shqipëria Mali i Zi të jenë në vitin 2030, por çka ndodh nëse dhe si që pamë bota ndryshon në mënyrë dramatike prej ditës në ditë, çka ndodh nëse kemi fitore të së djathtës së skajshme në Francë, kemi ngritje çfarë kemi të AFD-s në Gjermani, që ka tejkaluar edhe CDU-n në sondazhet e fundit. Çka ndodh nëse merret një vendim strategjik në Beograd i cili thotë ose do hymë gjithë, ose s'do hy kërkush, dhe të përdoren instrumentet bllokuese. Për Beogradin, unë besoj që ky vendim është marrë dhe po punohet shumë aktivisht që të bllokohet rruga edhe nëpërmjet rruga e Malit të Zi. Absolutisht, mirë po nga ana e Unionit Evropian nuk është që kemi parë vërtet një lëkundje të dukshme, ndoshta është Franca për shkak të miqësive historike të cilat i ka me Serbinë, ajo që ndonjëherë është më hezituese në raport me integrimin. Dhe identifikimi i Beogradit si pikë neuralgjike gjeopolitike. Absolutisht, absolutisht. Po çka do të ndodhte nëse themi që ekziston një pikë neuralgjike pozitive në Ballkan Perëndimor, është hapësira ku jetojnë shqiptarët. Sepse shqiptarët janë me politikën e vet, kombi i cili don integrim pa i ndryshuar kufit. Sakt. Edhe duke pranuar vlera, duke përqafuar vlerat europiane pa kompromis. E tash, unë si Kosovë, me qenë se nuk kam status kandidati ende, do të lusja që ju, si përfaqësues të shtetet juaja, do të thonë do të lusa kryeministrat tuaj, që të nënshkruajnë një letër thonë Kosovës duhet të jepet statusi kandidatit sot. Ne, kryeministri i Shqipërisë, i Malit të Zi, i Maqedonisë së Veriut, në mënyrë respektive, a është kjo mundur? Unë nuk besoj që kjo është problem. Problemi është me shtetet të cilat nuk e njohin Kosovën si shtet. Ky është problemi që shihet në Bruksel, që Kosova duhet të punojë me shtetet të cilat nuk e njohin. Por nëse fqinjt të cilët janë të ndryshëm, Shqipëria natyrisht nënkuptohet se do ta bënte këtë. Po Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut, të cilët kanë halle identitare të vetat, e bëjnë këtë punë, ajo do të arriste. Unë kam përshtypjen që do të arriste më shumë besueshmërinë e Malit të Zi dhe Maqedonisë së Veriut se sa besueshmërinë e Kosovës. Edhe po dhe jo, mendoj që sepse tashi për shembull viza liberalizimi nuk e kemi më hall në debat. Edhe kam parë që në bisedat e fundit me
aktorë të ndryshëm, çështja e njohjes të Kosovës është njëra nga top prioritetet që përmendet si në rajon, ashtu edhe nga deputetë dhe nga aktorë nga Bashkimi Evropian, sepse është e fundita çështje që ka mbetur e hapur në këto pyetjet më të mëdha. Edhe po, mendoj do ishte e lehtë për ta shitur këtë ide, sepse Mickovski do t'i ndihmonte, sepse merr gjithkohën atake që që është pak më nacionalist, shumë më nacionalist, edhe që nuk i mbështet të drejtat e shqiptarëve, bën këtë i jep një farë lloj kredibiliteti, kështu që ndoshta për shqiptarët e Maqedonisë do na jepte kokëdhimbje, po në aspektin ndër shteteve do ishte diçka e mirë, kështu që nuk e shoh si diçka që është e pamundur, bile mendoj që do ishte një hap që i tregon edhe Bashkimit Evropian, që ideja e kooperimit në brenda rajonit është akoma disi e gjallë, edhe pse Open Balkan shkoj nga shkoj, po të paktën të jetë një farë lloj mirë kuptimi i çështjes të radhës që është e rëndësishme jo vetëm për Kosovën, se kjo nuk është e rëndësishme vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin. Besoj që këtu në këto rast do të ishte e nevojshme që edhe Kosova të ndihmonte pak vetveten. Unë mendoj që Kosova ka rritur shumë këto 3-4 vitet e fundit, do një konsolidim të identitetit kombëtar, një konsolidim super të rëndësishëm të kufive, një konfirmim të parimeve, ku qëndron përqafimeve të vlerë europiane që janë të padiskutueshme. Edhe Slovaki në mujtë në futbol. Shtika që na bëri krenar të gjithë. Na bëri krenar të gjithë. Edhe shumë interesant dhe duhet ta theksoj dhe theksoj gjithmonë që Kosova së bashku me Serbinë, sipas statistikave të Bankës Botërore, në 2024 dhe në 2025 kanë pasur shkallën më të madhe të rritjes ekonomike në rajon. Pavarësisht se Kosova ka qenë nën sanksionin e Bashkimit Evropian. Kështu që njëherë është interesante me pa, çfarë do kishte ndodhur nëse do kishte ndihmat europiane, ose pyetja tjetër, a kanë rëndësi ndihmat europiane për rritje ekonomike? Po nëse këto janë gjëra, ky është bisedë tjetër. Por në këtë rast ajo që unë mendoj që Kosova do të mund të lëshonte si sinjal, do të ishte përtej konsolidimit jashtëm gjeopolitik të vendit, që tash për mendimin tim është i mbaruar, është i mbyllur, të fillonte konsolidimin e një demokracie funksionale brenda vendit, parlamentare në këtë rast. Edhe mendoj që nëse çdo sinjal që mund të jepet në ditët në vijim, pavarësisht asaj që ndodhi martën, do të bënte shumë të kollajt qoftë për kryeministin e Shqipërisë, qoftë për kryeministin e Malizit, qoftë për kryeministin e Maqedonisë Veriut, për ta shkruar këtë letër ose këtë opet përbashkët. Jo, aman jo opet. Pra, avokoni që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, Kosova ta konsolidoj një qeveri, të zgjedh një president dhe që të dërgojë një mesazh se kjo është qeveria presidenti me cilën ju do të negocioni në 4 vitet e ardhshme. Kjo nuk kupton që partitë politike që sot të bëjnë një deklarim të përbashkët të vlera, që mendoj se nuk është gjë e pamundur. Se të gjithë ata ndajnë vlera të përbashkëta evropian integrime dhe kjo është një pikë konsensuale ku partitë edhe nuk kanë ndonjë dallim. Antarësimi në NATO, antarësimi në Bashkimin Evropian janë si në Kosovë, si në Shqipëri, si në gjithë hapësirën shqiptare, janë diku te 90% përkrahje. Duket në Maqedoni kjo është krejtësisht evidente të ndarja etnike e cila ekziston. Edhe në Kosovë ekziston kjo ndarja etnike të aderimit në Bashkimin Evropian. Kjo ishte një ide, një lëvizje që për mua do të ishte shumë pozitive për Kosovën. Unë do të quaj një tip deklarate parazgjedhore të gjithë subjekteve që marrin pjesë në zgjedhje, ku deklarohen që të gjithë subjektet politike të Kosovës ndajnë përqafimin e idesë edhe të rrugës së Bashkimit Evropian. Por e duam presidentin tonë. Ndoshta nuk e përmendin presidentin në atë deklarat, por që është një win-win. Është i përshtatet çdo formacioni politik, i përshtatet edhe vendit në përgjithësi, pavarësisht cili formacioni politik ka përqenë aty, dhe mendoj që ka përqenë shumë e vështirë për një formacion politik të mos ta nënshkruajë këtë deklarat. Do të takohemi në fund të prillit të vitit 2027, në jetë 4, me çka do të fillojmë? Me çka do të fillojmë bisedën?
me ratifikimin e aderimit Malizi në shtetet anëtare? Lura? Me futbol. Ndoshta Kosova do hecë më përpara. Po besoj, për mua, gjëja më kryesore që duhet të mbahet është që edhe atë që e biseduam deri diku edhe Iliriana dhe Ardiani, është që kjo është një frymë që duhet mbajtur gjallë edhe me aderim edhe pa aderim. Në aspektin që neve nga kjo frymë pro-evropiane si shtetet të Ballkanit Perëndimor, kemi benefite, ne si qytetarë kemi benefite, jo më kot qytetarët në përgjithësi, jo më shqiptarët janë në favor të aderimit, kështu që është edhe besoj që do flasim për atë se si të vazhdojmë të mbajmë gjallë një frymë pro-demokratike dhe pro-europiane, sepse e përmendet edhe vetë, është edhe djathta ekstreme që po rritet, jo veç ekstreme, po edhe djathta qendrës, kështu që në atë aspekt mendoj që kjo lufta për liberal democracy, për demokracinë liberale, nuk ka përfunduar, nuk do përfundojë, dhe është diçka që njerëz si neve, po edhe tjerë, mendoj që duhet ta mbajmë të gjallë në mënyrë konstante. Kur the ratifikim, do të thotë kanë përfunduar negociatat, është e mundur? Është e mundur. Deri në prill të vitit 2027? Ambicia për momentin është që mbyllen deri në vitin 2026, kështu që prill janë ca muaj ekstra. Wow. E tha komisionerja Gjoni. Ardian? Unë do kisha shumë dëshirë që kur takohemi këtu në prill 2027, mbas një darke të mrekullueshme, që ta kemi ditën përpara, të ishe të flisnim për një proces që është në zhvillim e sipër dhe të paktën për Shqipërinë për të mbyllur në fund 2027-s. Kjo i bie i çik që traktati ratifikimi në këtë rast ka përqenë me Malezi dhe me Shqipërinë së bashku, sepse nuk është e bëshme që çdo 6 muaj se çdo vit shtetet anëtare dhe Islandën. Edhe Islandës. O mund të ndrojnë mendje prapë. Kush Islandezët? Islanda, po si ato herë po herë jo, kurse ne kemi nda menin. Kështu që ajo që unë do dëshiroj është që neve të vazhdojmë të jemi në atë shinën e dur, për të kthyer pak më përpara metaforës shinave, në shinën e dur që na çon drejt Bashkimit Evropian. Ne jemi një vit pas jush, pas Malizi. Domethënë të jemi në shinën e dur, të jemi me optimizmin e duhur, edhe të jemi me atë sigurinë edhe stresin e objektivave shumë të vështira, po që mund të arrihen. Po që mund të arrihen. Problemi është kur nuk mund të arrihen, ose kur janë jashtë mundësive. Mendoj se është momenti i dur për ta përfunduar këtë bashkëbisedim. Ishte kënaqësi që ju pata këtu, edhe nëse nuk shifemi më herët gjithsesi në prill të vitit 2027. Faleminderit. Faleminderit. Me kaq po e mbarojmë, faleminderit deri në javën tjetër. Pik përkrahet nga Prishtina Ticket.